Një bombull gazi ka shpërthyer në një banesë në qytetin e Shkodrës duke shkaktuar 2 viktima dhe një të plagosur rënd. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në lagjen në Qafhardhi në qytetin Verior. Si pasojë e shpërthimit të fuqishëm kanë humbur jetën babe bi përkatësisht Det dhe Silvana Luca, 53 dhe 14 vjeçe, ndërsa bashkëshortja Tone Luca, 40 vjeçe, ka mbetur e plagosur rënd dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit ushtarak në kryeqytet. Ngjarja e rënd ndodhi teksa familja Luca po darkonte në katin e parë të shtëpisë. Shpërthimi i bombulës së gazit ka shkaktuar zjarr të fuqishëm në banesë, duke djegur një pjesë të konsiderueshme të saj. Ndërhyrja e menjëhershme e zjarrfiksëve ka bërë të mundur lokalizimin e flagëve, por fatkeqësisht pa mundur të shpëtojnë 2 pjesëtarët e familjes Luca, të cilët janë nxjerrë të vdekur nga banesa. Nuk janë të pakta rastet kur bombulat e gazit marrin jetë njerëzish. Kështu vetëm 2 javë më parë në zonën e Saukut në kryeqytet, si pasojë e shpërthimit të një bombule, humbi jetën kryefamiljari Ilir Qefalia, ndërsa u plagosën rënd bashkëshortja dhe vajza e mitur. Vazhdimisht ekspertët kanë shprehur shqetësim pasi vetëm një pjesë e tyre kolaudohen, ndërsa pjesa tjetër shiten në pakontrolluara, duke bërë shkak për aksidente të ndryshme të cilat shpeshherë kanë rezultuar fatale.